ai raporton në librin studimin e vet që pjesa më e madhe ishin kriminal, të burgosur, prostituta, njerëz në varfëri ekstreme, persona të varur nga alkooli, nga bixhozi dhe nga varësi të ndryshme. Tani, studimi argumenton se mjedisi familjar, mungesa e Biblës në familje, mungesa e kulturës morale, kishin një ndikim të jashtëzakonshëm për paraqitjen e këtyre rezultateve krejt ndryshme. Imagjino, 1200 pasardhës pastorit, pjesa më e madhe profesor, pastor, mjek, politikan, sociolog, 1200 pasardhës të këtij që kishin qenë kriminal, pjesa më e madhe e tyre, vrasës, kriminal, burgaxhi, prostituta, etj. Familja është fabrika, është copa, stofi i karakterit njerëzor, por familja pa altarin, pa Zotin në qendër, pa Biblën në kulturën e saj, është një familje e cila nuk do të prodhojë njerëz besimi, nuk do të prodhojë njerëz të cilët do të kontribuojnë për shoqërinë, por do të prodhojë pikërisht atë që prodhoi familja e njeriu me emrin Max Gjux. Tani kthehemi tek familja Noeu. Çfarë than për Noeun? Çfarë thot Bibla për Noeun? Me qira Allafi. Zanafilla 6 na tregon që Noeu ishte njeri i drejtë në gjithë brezin e vet. Brezi Noeut përkufizohet në termin kurorshkelje, mëkatar, një brez i cili kishte zgjuar zemrimin e Zotit për cilë gjykimin e tij mbi planetin, pra një botë e korruptuar. Tërësisht, brenda saj gjendet një njeri dhe një familje që kishin ruajtur zemrën e tyre për Zotin. Pra Zoti nuk shpëtoi qytetrimin, nuk shpëtoi qytetin, por shpëtoi një njeri dhe një familje. Dhe nga kjo familje nis pikërisht historia. Arka nuk ishte thjesht një anije, ishte shtëpia e shpëtimit për gjithë njerëzimin. Detyra për Noeun ishte jashtëzakonisht shumë e madhe. Ai duhet pushtonte pasi doli nga arka botën. Tani gjithë bota ishte e tij, një botë ndryshe, një botë e re. Ai nuk kishte kohë të merrej me gjërat vogla, me thashë theme, me mikromenaxhim. Ai duhet shikonte gjërat e mëdha që kishte përpara. Ai ishte lideri vizionar i botës. Nëpërmjet tij dhe familjes së vet, Zoti do të ndryshonte faqen e historisë njerëzimit. 20 vjet më parë, një gazetar që më vonë bëhet miku im, moderator shumë i njohur televiziv në Shqipëri, duke pi kafe me të më thot, pastor, edhe bën një pauzë gjatë për të kërkuar vëmendjen time. Pastor më tha prap. Hama i them fort. Më thot, bota është kisha jote. I them, çfarë do të thënë? Çfarë do të thënë nëpërmjet kësaj? Është interesante se si Zoti mund të flasë nëpërmjet buzëve të një jo besimtarit në atë kohë.